Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Ministria e Arsimit ka njoftuar se sot do të mbahet testi i maturës shtetërore 2026. Në afatin e parë do të marrin pjesë mbi 19.000 nxënës në 152 qendra të testimit në të gjithë vendin. Procesi i testimit do të administrohet nga 1360 administrues dhe 750 kryetar e antar të komisioneve. Testi maturës shtetërore 2026 do të zhvillohet brenda një dite për të gjitha lëndët dhe për të gjithë kandidatët dhe i cili përmban 100 pyetje, përkatësisht nga 25 pyetje për secilin prej 4 lëndëve: gjuhën amtare, gjuhën angleze, matematikën dhe një lëndë zgjedhore të përzgjedhur nga vetë kandidatët. Ministria e Industrisë me mbështetjen e zyrës së kryeministrit, Dhomës Ekonomike të Grave të Kosovës dhe UN Women organizojnë konferencën me moton Gratë në biznes në Kosovë, një dekadë progresi dhe vizion për të ardhmen që i dedikohet grave ndërmarrëse. Në këtë konferencë do të flasin zyrtarë të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, lidhur me situatën aktuale të pjesëmarrjes së grave në biznes dhe sukseseve të tyre në këtë fushë. Mes shumë folësve do t'jenë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Anu Pratipati, e ngarkuara me punë e misionit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Gjatë rinumërimit të votave në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, janë ngritur dyshime për manipulim të procesit zgjedhor nga ana e listës serbe. Rasti është denoncuar në policinë e Kosovës. Në një përgjigje për HTK-n, zëdhënësja në prokurorinë themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala, ka konfirmuar se për këtë çështje është të njoftuar prokurori i shtetit nga Departamenti për krime të rënda dhe me urdhër të tij është autorizuar Policia e Kosovës për mbledhjen dhe grumbullimin e informatave relevante nëse ekziston ndonjë element i veprës penale lidhur me këtë rast. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përmbyllur procesin e rinumërimit të gjitha vendvotimeve, ndërkaq tani është teknikisht e gatshme për shpalljen e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të datës 7 qershor. Kështu ka deklaruar zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi, i cili shtoi se para shpalljes së rezultateve përfundimtare duhet të përfundojnë afatet ligjore për paraqitjen e ankesave lidhur me procesin e numërimit dhe të rinumërimit. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka miratuar listën e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit me 6 vota për dhe 1 kundër. Në garë për këtë post janë 5 prokurorë që i plotsojnë kriteret ligjore: Adre Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdën Fazliu dhe Zenullah Gashi. Ndërkohë, Këshilli Prokurorial ka publikuar koncept dokumentet për 5 kandidatë që kanë aplikuar për këtë pozitë, bazuar në rregullore dhe në parimet e transparencës dhe të llogaridhënies. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto të zhvillimet të tjera, takohemi në edicionin orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje. Mirupafshim.